Përshëndetje, në vazhdimsi të intervistave tona me serialin Varësit, do të vazhdojmë me serinë e dytë. Do të jemi ditën e sotshme me një temë shumë delikate. Do të flasim për dhunën. Çfarë është dhuna? A është ajo varësi? Si ndikon ajo ke fëmijët? Si ndikon ajo ke adoleshentët? Si ndikon ajo te grupmoshat e ndryshme? Përse dhunojmë? Përse bëhemi të dhunshëm? Si lind dhuna? Çfarë duhet të dimë dhe çfarë duhet të bëjmë? Përse nervozohemi? Përse fyhemi? Përse gjërat merren personale? Si duhet të menaxhojmë ndjenjat tona? Të gjitha këto në një intervistë drejt për drejt na ndiqni në kanalin ton zyrtar në YouTube dhe në të gjitha rrjetet tona sociale. Ju rikujtoj se të gjitha intervistat tona mund t'i ndiqni në bibliotekën virtuale dhe kanalin ton zyrtar të Time Center dhe Time Media në YouTube dhe në të gjitha rrjetet dhe kontaktet tona zyrtare. Gjithashtu ju rikujtoj që po vazhdojmë regjistrimet për të gjitha ciklet dhe programin ton të studimit pashkollor. Po vazhdojmë për regjistrimet për ciklin qerdhe, kopsh, parashkollor, programin e studimit pashkollor, kurset profesionale, gjuhë e huaja, informatik, arte, sporte, arktim e tjerë. Nga 1 qershori fillojmë me kampin veror dhe me sezonin veror. Surpriza të bukura na presin. Të mësosh kur nuk është vonë. Na ndiqni, jemi Time Center, jemi krau juaj.